Si kryeministri, ata janë ushtruar detyrët, ashtu se në detyrë quhen ta zëvendësa, nuk janë zëvendësa. Me ligj nuk e di që është keq, po e pa hishme tash, e pa nevojshme realisht. Si opozitë, si keni po, si parti ish opozitore në fakt, si keni po këto veprime të njëjta, ata është dashur të ndërmirën në këtë kohë? Jo, nuk janë kështu. Edhe nuk e shoh pse duhet mendohen në këtë mënyrë tani. Unë besoj që ma merr që është me u angazhu punë me i kry, qeveria ato punë që janë që mujnë me u kry, po këto emërimet e këtilla tash nuk e kanë një shije të mirë, kur janë fushat, nuk duken mirë. Apo bëhen puro politike para fushatës? Po nuk duken mirë, pra me i bën fushat, janë shpallë zgjedhje, janë 40 ditëve çdo zgjedhje, nuk janë tishme, nuk është diçka, nuk e kuptoj pse i bojnë. Të di që jeni në zgjedhje të mbrëmshme partijake, sa është e gatshme, sa shtot qershori, sa e gjendë gatshme AKën? Po ne punojmë vazhdimsi, pra kuptohet i kryjmë detyrat tona, kemi qëndruar afër strukturave, votuesve, temave, edhe jemi të gatshëm. Listë son i prin Ardian Gjini, pra është mandatar për kryetar qeverie, një njeri vërtet me par excellence politik, një shembull i politikës, tani është kryetari i Gjakovës, që është edhe një shembull i qeverisjes mirë. Unë besoj që do të kemi sukses. Zoti Haradinaj, edhe një pyetje këtë për fond jo nga rëndësia. Do fjalshin në luftë me Pragun, ka shumë vite që jem të ndëgju, aleancën ka shumë vite që e kemi në parlament. Çish po i vlerësoni ju çto si PR të kast marketingut për juve që ju sulmojnë vazhdimisht për Prag? Ne përcen fuqi që të kemi luftu mos milon Kosovën me hyrë NATO. Na jo ndajë nuk kem bë kur luftë me Prag, ne bojmë luftë me do tema shumë të rëndësishme për vendin tonë, me qëllim e përmendë rezolutën e 3 kongresmenëve. Është mas e ditë në tash e pjesë edhe angazhimit tim, edhe është në atë planin tonë, edhe pse ma ngadalë, se s'kam qenë detyrë, po ma ngadalë, po punojmë që Kosova me hyrë NATO. Pra ju e ndëgjut në fjallën time këto, me u forcu vetë, edhe mu lidhe me Amerikën, pra mu lidhe me sigurinë. Këto po i bojmë. Jo përmendet që ju bëni luftë për çështje të brendshme do të thotë të vendit. Në fjalime përmendet edhe zjarr fiksit. Vetë fjalat që në fjalimin e ju i pati kjo, duke ditë parasysh edhe çështjen e presidentit që është lidhur edhe me zjarr fiksit, ta pati kjo ndonjë mesazh për dikë? Është shumë interesant se në Kosovë nuk është zgjedhur mjaftueshëm statusi i zjarr fiksit. Është vërtet e di temën. Janë në të njëjtën kohë kompetencë e Ministrisë Brendshme, nivel nacional dhe në komuna. Mirë po, ajo që kom pas, për këthejmë edhe janë në Amerikë, ata i kanë aftësu shumë zjarr fiksit. Zjarr fiksit janë, si me qenë një njësi ushtarake, janë të motorizuar, kanë gjitha pajisjet, janë zotë, dhe na du të me i forcu. Tani unë e di që ka ndohë këtë diskutimi, president zjarr fiksit. Jo, me të vërtet janë të rëndësishëm. Edhe shi jemi prapë me vja.